Përmendën e datës 17 maj të vitit 2155, Tomi gjeti një libër të vërtet. Ai nxitoi shpejt dhe tregonte shoqës së tij, Margit. Ishte një libër shumë i vjetër. Gjyshi Margit i kishte rrëfyer Shive çfarë gjeta? Një libër. Po libri nuk ekziston tani në kohën tonë. Mua më ka treguar gjyshi, nuk i thot ti, thotë. Mua më ka treguar gjyshi se më përpara librit ishim shkruar në fleta. Nuk e di pse s'po lëvizin këto shkronja. As unë se di. Fletuam që është e të zhvillosura, nuk zbavitëm përpara ato fjalë që rrimin pa lëvizur, pa rëshitur në ekran, siç bëjnë zakonisht. Pastaj, duke u kthyer te faqja e parë, zbuluan në arti të njëjta fjalë, ato që u zui syri dhe kryet e herës. Çfarë fjalësh janë? Për çfarë flet ky libër? Më duket se flet për një shkollë, për shkollë. Unë se duroj të farë shkollën. Pra Margit ishte mërziter shkolla, sepse mësuesi robot kishte bërë një mal me testën e gjeografisë. Dhe ajo nuk kishte tajdash për këtë arsye, e ama kishte thirrur specialistë. Specialistë luta më të vesh pak në shtëpinë time se mësuesi robot është i prishur, por fëmia ime ka marrë notë të keqe. Po tjetër, se te ishte një shkutaviç në fytyrë rozë. Ai, pasi në dorë, po ti të marrë, gjot zeka. Si e ke problemi? Problemi është se roboti e ka nikur ajo rapo, dhe ka punon në mirë. Specialisti në fakt çastin. Zonë e keni kapë. Nuk ka faj vogëlushja? Nuk ka faj vogëlushja, sepse mësimit e gjeografisë kanë qenë në ritëm të shpejtë. Marki, të bisedës të shkollës, i takonit. Kush i di shkollë ka pasur dikur, gjithsesi një mësues e kishin. Po jo një mësues biologjik. Më duket se ishte një njeri që e përgjigjste dhe i fliste nxënësve. Unë do të thotë që të kisha një të huaj në shtëpinë time që të më jepte mësim. Tomi atlas se që është Mësuesi nuk rrinin në shtëpitë e tjetrit. Ishte një qendër mësimore që të gjithë fëmijët shkonin edhe mësonin atje. Edhe kur marronin, të gjithë shkonin gjithë tokë në shtëpi. Mësojnë të gjithë në të njëjtën gjë? Po, vetëm nëse ishin të njëjtë moshë. Pepas në Margit Lina. Margi, në mësim! Margi ishte një klasë të ndonës e gjërë, mësuesi e viste në dhomë. Kur të fëmijët shkonin në shkollë së bashku, duke kërcyer e duke kënduar. Dhe kur vinin në shkollë, ato urishin të gjithë tokë. Dhe në fund të mësimit, ato shkonin në shtëpi. Dhe më pas ndihmonin njëri tjetrin me detyrat. Sa zbavise ishte dikur kur të mësuesit ishin njerëz. Mbrëmjen e datës 17 maj 2155, Tomi gjeti një libër të mërzet. Ai nxitoi t'ia tregonte shoqes së tij, Margit. Ishte një libër shumë i vjetër. Gjyshi i Margit i kishte rrëfyer një ditë se kur ai ishte i vogël, gjyshi i tij kishte thënë se në të shkuarën tërë historitë ishin të shtypura në letër. Vazhdoni. Po nuk do të thoj drejt gjitha, keni ju bisedë me njëri tjetrin? Për çfarë flet ky libër? Për shkollën më duket. Për shkollën, për çfarë ka të shkruar në shkollës, e nuk e duroj dot fare. Tha Margi e zgënjur. Margit ishte mërzitur shkolla. Mësuesi robot u kishte bërë një mal me teste në gjeografi, dhe ajo nuk ishte dalë mirë. Kështu e jema? Për këtë arsye, Ema kishte thirrur një specialist. Specialisti ishte një shkurtabish. Specialisti lutem më të vish në shtëpinë time sepse fëmia im Margi nuk ka dalë mirë në testet e gjeografisë. Erdha të pak. Specialisti ishte një shkurtabish me fytyrë rozë. Ai mbante në dorë një kutri të madhe plot vegla, tela dhe tranzistor. I buzëqeshi Margit dhe i dhuroi një mollë. Pastaj nisi të shkontonte mësues.
Nuk është faj vajzës zonjës, sepse ritmet e... Ti më shfaqe ky ecë shumë shpejt me ritmin edhe unë e modeluar që ti ecë me ritmin 11 ose... Për moshën e vajzës tuaj. Pam. A që janë tani se është drejtë. Faleminderit. Margi, duke ju kthyer bisedës për shkollën, i tha Tomit. Nuk e di se çfarë kam pasur dikur. Gjithsesi, një mësues kishe. Sigurisht, por nuk ishte mësues robot. Ishte në burë që shpjegonte mësimet e kishte nxënësit. Unë do të doja të kisha një të huaj në shtëpi që të më jepte mësim. Mësuesi nuk rritin në shtëpitë e nxënësve. Kishte një qendër të posaçme dhe të gjithë nxënësit shkonin atje. Dhe mësonin të gjithë të njëjtin gjë. Sigurisht, nëse ishin të një mosha. Margi në mësim. Befas në... Nisi të mendonte. Dikur, 3 fëmijë të lagjës shkonin në shkollë të gëzuar duke kënduar. Uleshin në klasë të gjithë tokë. Pasi mbaronte të mësimi, shkonin në shtëpi, limonin njëri tjetrin me mësime, mësonin të gjithë të njëjtën gjë. As s'bagët se dikur, kur mësuesit ishin njerëz dhe jo robot.